Po Liga Demokratike u shkatron në momentin që e ka largu Vjosa Osmanin. Në momentin që ka bërë Lëmira Po tash ka zona kundërshtues Lidhje Demokratike që nuk e dojnë ato në Lidhje Demokratike. Po në rregull, jo. Po kush janë çata zona? Janë Abdullah Hoti, Arben Goshi e tjerë. Kisha pas dëshirë edhe këta grupi i Lumirit që i ka marrë ta dëgjoj mendimin e Nehatit fillimisht, pastaj po hapëm debat, flasëm rreth temës, mos dalim jashtë temës, sepse Heraldi aq shumë po ka mundë, do të thotë po më mund me bë debat, por unë po besoj që as Albin Kurti se ka komoditetin me u prish me Vjosa Osmanin. Se nuk e ka sigurt që ata deputet e listës goxha. Janë dikon 15-16. Kush po të thotë si ka sigurt? Si ka sigurt? Pse? Se nesër Vjosa Osmani që s'bëhet presidente, bëhet kryetare të asaj partie. Pa dul fake, lajmi se Fatën Peci ka thonë se nuk do ta votojnë ata. Lajmi rreshëm. Po nëse Vjosa Osmani nuk propozohet nga Albin Kurti, ai nuk i ka sigurt që ato vota. Fatën Peci kush e boni kryetar Mitrovic? Partiza Guxha apo lëvizja vetëvendosje, e kryeministri Kurti do ndaj deri në orë të hershme të mëngjesit. Unë kam informata, unë kam informata që Vjosa Osmani mundet edhe më kthy LDK. Mundet. Se LDK-ja sot është e interesuar në jo vetëm për Vjosën, po për krejt ato vota që ja ka marrë Vjosa e që janë për 150.000. Se po shihet se vota ai ka sot LDK-ja. Sot LDK-ja nesër me shkollën janë kena me dol te tema, Ka më shtyme për vendin e 4 me AK.